Kryetari i Komisionit Universitar Zgjedhor Metin Izeti shprehu mirënjohjen dhe vlerësimin e tij ndaj kandidatëve Fahri Ramadanit, Kushtri Mahmetit dhe Jusuf Zejnelit për gatishmërinë dhe kulturën akademike të treguar në zhvillimin e këtij takimi, të cilin e cilësoi si hap të rëndësishëm drejt një gare korekte dhe me standarde universitare, thuhet në komunikatën e UT-s. Gjatë takimit, siç thuhet në komunikat, kandidatët u informuan për kalendarin e aktiviteteve zgjedhore, me tekst të veçantë për afatet dhe organizimin e prezantimit të platformave të tyre programore para stafit akademik, përkatësisht trupit votues të Universitetit të Tetovës. Antarët e Komisionit Universitar Zgjedhor si dhe sekretari përgjithshëm i Universitetit Adem Beadini këtë takim e vlerësuan si një moment të rëndësishëm për forcimin e frymës së bashkëpunimit dhe të kulturës demokratike brenda institucionit në prag të zgjedhjeve për rektor, që do të mbahen më 4 qershor 2026. Ndërkaq kandidatët për rektor theksuan nevojën që fushata zgjedhore të përqendrohet kryesisht në prezantimin e vizioneve dhe platformave programore të orientuara drejt zhvillimit të mëtejmë të Universitetit të Tetovës, si institucioni më i rëndësishëm i arsimit të lartë në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ata po ashtu nënvizuan përvojën e tyre shumëvjeçare dhe rolet e mëparshme drejtuese, duke theksuar gatishmërinë për t'i funksionalizuar ato në avancimin e Universitetit të Tetovës si një institucion modern në nivel me universitetet të tjera bashkëkohore. Në ditët në vijim, pritet të realizohen dhe prezantimet zyrtare të platformave programore para stafit akademik të fakulteteve të Universitetit të Tetovës, thuhet në komunikatën e Universitetit të Tetovës.